Kjo është panorama miqdashur, megjithatë duam të dimë si është situata sot, cilat janë masat e marra, veçanërisht edhe pas protestës së zhvilluar jo vetëm në vendngjarje, por edhe tek dyert e prokurorisë së posaçme. Eliona Kodra Shkreli është me ne, kreu i PD-s Shkodër. Mirëmëngjes Shkreli, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Flavio, mirë se u gjeta. Tani e di që është periudhë fushate dhe do duhet të ishe në takime, sidoqoftë faleminderit për kohën, dhe do doja të dija, tani po të pyes si kolege, jo si person politik, si është situata për banorët e Baks Rrjollit? Flavio, me lejo përpara se të kalojmë tek biseda, ju e thatë e cekët edhe në fillim të hapjes tuaj kur u rikthyet në studio për 2 prillin. Në fakt sot është një ngjarje shumë e rëndësishme jo vetëm për Shkodrën, por edhe për Shqipërinë. 2 prilli ku ne kujtojmë dëshmorët e demokracisë, Arben Brocin, Bujar Bishanakun, Besnik Cekën dhe Nazmi Kryeziun. Në fakt, sikurse çdo vit, edhe këtë vit do të organizohet ceremonia përkujtimore nga Partia Demokratike, ku i pranishëm do të jetë edhe lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Prandaj do doja të shfrytëzoja këtë dalje që t'i bëja thirrje të gjithë qytetarëve, të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike, të gjithë simpatizantëve të Partisë Demokratike që të bëhemi pjesë sikurse çdo vit të jemi pranë monumentit të 2 prillit dhe të marrim pjesë në këtë ceremoni përkujtimore që organizohet sot në orën 11. Dakor, kaloj njoftimi. Për të kaluar tani tek situata në Rrjoll. Në fakt punimet janë pezulluar. Tashmë çështja ka kaluar në SPAK, siç e ndoqëm edhe materialin, banorët kanë protestuar në fakt prej disa ditësh, duke kundërshtuar ndërtimin e një resortit atje. Banorët pretendojnë se kanë dokumentacion të rregullt dhe kanë vendime gjykaten, mos gaboj, një të vitit 96 dhe një të vitit 2008, por unë besoj se ju do keni edhe ndonjë banor që do të sqarojë tamam situatën e dokumentacionit. Por gjithashtu kemi edhe një tjetër person që pretendon se ka dokumenta të rregullta, tokë e trashëguar. Pra, duke qenë në këtë pikë, duhet të jetë gjykata ajo që duhet të bëj hetimin, sikurse tashmë edhe do të ndodh nga ana SPAK, të bëj hetimin si janë marrë lejet e pronësisë, certifikatat e pronësisë, sikurse të personi që pretendon, zotit Shpellza, por edhe të banorëve që gjithashtu pretendojnë se kanë tokë të trashëguar dhe që kanë 2 vendime gjykatash për pronësinë e tokës atje. Por gjithsesi, ajo që në fakt ka bërë përshtypje ka qenë se këta banorë kanë protestuar për të drejtën e tyre dhe ka patur edhe arrestime. Në fakt, policia e shtetit do duhet ishte në krah të banorëve, sepse policia e shtetit është në mbrojtje të interesit të qytetarëve dhe jo të arrestonte persona të cilët kanë dalë atje për të mbrojtur tokën e tyre, për të mbrojtur pronën e tyre, për të kundërshtuar në mënyrë demokratike punimet, derisa çështja të zgjidhet, le të themi, institucionalisht. Ajo është një zonë e mbrojtur Ramsar, dhe ndërtimi i një resorti atje sigurisht që ndikon jo vetëm në peizazhin e zonës, le të themi, por edhe në biodiversitetin e saj. Në fakt, ndërtimi i këtij projekti, le të themi, do duhet të kishte patur një konsultim publik, sepse edhe në bazë të ligjit të miratuar në vitin 2024, në fakt ndërtime të tilla duhet që të bëhet konsultim publik jo vetëm me ekspertët, por edhe me banorët e zonës, të cilët duhet të jenë pjesë e vendimmarrjes. Kështu që në këtë pikë është shkelur ligji që vetë socialistët kanë miratuar. Çështja është, ka një kuriozitet, Shkreli, që më duket pak pa sens.